Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku ne futemi brenda, ose mrena, po në të njëjtën kohë jemi shumë jashtë, e bashkë në momentin kur juve ju duket që jemi shumë jashtë, ne jemi goxha mrena. Kam kënaqësinë të kem përballë meje një talent, një perkusionist, kur don edhe vokalist, shpesh herë për shkak të situatave bëhet edhe humorist. Është edhe njerë kënaqësia jam të kemi në studio Gjemil Gjini. Gjemil Gjini. Kënaqësia jam. Gjemil Gjini. Po. Kur ju tregon njerëzve që ki emnin Gjemil dhe pastaj ju tregon që ki emnin Gjini, a të pyesin ndonjëherë cili? I bukri, Gjemil. Ose Gjini. Gjini. A ka sen më të mirë? Shqip. Por cili është pyetja? Ushqyes. Në shqiptarët zakonisht më i djathtë. Përgjigjja saktë më vjen keq është Gjini i Aladinit. Ai që e përkon edhe del ke parasysh. Je perkusionist para krejtëve, fjalën perkusionist Edhe gjarpën. nuk është gjarpri, kështu thonë, nuk është gjarpri Rattlesnake, është thjesht Gjemil Gjini. Je perkusionist dhe mund të themi shumë lehtë që fjalën perkusionist e ke prezantu në Kosovë. Mirë po është e vërtet që perkusionistët janë thjesht baterist që lexojnë pak më shumë. Zhurmargji. Punon me kriju diçka bukur, me bo zhurmë me gjithçka, me të goditur. Ka. Por nuk do të thotë që je më i lexuar. Jo. Je, di. E shoh edhe pe fjalorit e shoh. Cili është libri i fundit që e ke lexuar? Veroria. Afërdita përsëri në fshat në klasë 3, kur sa harroj. Tregom Gjemil, sa herë je përpjek me tregu ndryshimin mes bateri dhe perkusion? Jëm përpiq shumë herë. Ju spjegu që çka janë bateritë, çka janë perkusionet. Gërshetimi mes tyne del bukuria. Pyetja em tjetër është, cili është ndryshimi mes baterisë dhe perkusionit? Për shembull, percussion është instrument me të goditun, hand percussion, percussion me dur, kurse bateritë me shkopa. Po jaronat e mi nuk lodhen me shkopa, ana dur të varë. Mirë po. Soundi del më bukur. Gjemil, Ma but. të kërkoj falje, a të vjen keq nëse i pënoj syzat pak se aty për shkak edhe qelit po reflekton ndriçimin? Nëse s'vjen keq? Vjen keq? Jo. Ndjeri shumë. Veç ma zbukuron këtë intervistë. Gëzohem. Unë po du me të kërku falje diçka, po ma sanej, pak ma vonë. Kemi kohë sa dush. Cilat nga të dyja duart janë më aktive? E majta është kogja pasive. Punon, është pasive. Në herë do këtë si më kone huj, kurse djathë është kogja punëtor. A i vjen i nati dorës majtë prej dorës djathë që është më aktive në perkusion? Kogja e një dhënu njëna me tjetërën. Kjo pak ngec, kjo është e shpejt. A është të vërtet që njëna për me përdorët ma shumë në perkusion se tjetra? Është, po. Cilën me përdorët i ma shumë? Djathë. Për lezeti, për qefe kom. Sigurisht, pra. Një detalj, plus ja kom thy gishtin, shumë kam jetë gishti. Gishtin e unazës? Po. Gishtin e unazës. Ma thej gruja. Të shumë, ki kujdes tjera herë, po du me të vetë edhe diçka tjetër, se të na shumë shpesh, muzikantat, bojnë edhe punë tjera. Sa shpesh të pyesin kur ju tregon që je muzikant, Gjemil, a e bona në i punë tjetër avis me muzikë merësh? Unë jam si oktapodi, shumë punë bëj. Oktapodi me shumë dur? 8. Për 4 pisha, po.
Si të që të jetë nga nishi. Me të dhënë detalë diçka jo, apo? S'ka nevojë. Qaq. E kuptuam besoj. Të gjithë që po e shikojmë. Nga nishi deri te 10-ta. Sa të bezdis pyetja. Po më doket ko ke do pësu diçka ko. 8. Mirë po. Je do pësu, je bo, je trasht, tash ka nis je trasht, je do pësu, je trasht. I ke kthyja 5 killa që i ke hu. Pak! Po në anën tjetër, a e din naj kush prej këtyne që të pyesin se çfarë sfide ka qenë për ty? Me mri këtu ku je. Si ju intereson fort. E marrin shumë formalisht. Ha, operaciona, okej. S'është kur gjo. A, sfid. Po unë jem tip që nuk tutna dhe prap mu ka qel goja. Pak. As natës nuk i tutesh? Ani pse s'ka i spat? Mëngjes më shumë. Të mëngjes. Interesant, unë për veti mëngjesin nuk e shijaj shumë se... Unë jem njëri natës. Mëngjesin tut. Po më intereson, Gjemil, ti bon muzikë që? Një jetë. Prej 13 vjeç. Prej 13 vjeç. Kjo i bjen 31. Që 31 vjet? Do më thonë, po dijet, prej kur e kom nis, kom fillu me bendet vogla në Prizren e tjera, bendet mdoja. Ja kom bo hizmetin, kom pas fatin, e kom qit pikën edhe e kom ri. Me shumë sakrifica, po kur do në bën. Nëse një ditë, pa muzikë, do t'ishte ushqim. Cili ushqim do t'ishte? Pa muzikë do t'ishte ushqim. Nëse një ditë, e zakonshme, 24 orë, Pa, pa muzikë, shumë problem, bre. cili ushqim do t'i ngjante asaj dite? Nuk po di që me thonë. Këtu jena, E kisha gjetë diçka, një zgjidhje kisha bo. sarme, Jëm tip shumë që hulumtoj, me një rosë në tenxhere. jahni, Krijoj diçka. jahni. A i ngjan dita pa muzikë jahnis? Më pëlqen, po e përzine. Lëmsh. Me me i hane. Duhet me qitë shumë Oh. kërë, shumë begete, shumë biber, për me tarë një lloj shijes që i vjen njëjtë, duhet... Veç kryp muzikit shumë ama nëse, kom bezdi. Bravo. Armiku në mënja është krypa, jo sheqeri. Na ero shumë e mirë, po. Kështu e thani... Unë i sheqeri. Po, një djali dajës tem, pa dhëmë, për shkak se hanë shumë mbëlsina, e ka thonë këto. Si do që tjetë për ty që e përcjell muzikën tash e 31 vjet, jo veç që e përcjell, e kultivon, e korr. Qysh është për ty ndjenja kur e sheh dikon në bateri, ose në perkusion, në TV, që është playback? Mari. Maria? Apo Mari me Mari. ardh marrë? Marë. A ka të tillë? Për fat keq jo. Për fat keq jo. Interesant. Nëse, për shembull, Gjemil, Gjini, nëse duhet ta krahasosh rutinën tënde të ditës me një ritëm, a është ma shumë apo është është samba. ki gjate? O çfarë zhurme. Nëse Gjemil Gjini do të kishe fuqin që të vendosje një ligj ose të ndryshoje një ligj për muzikantët në Kosovë, cili do të ishte? Ekzistent apo një ligj të ri s'ka? Mos me
knusën e palidhje, po flas pak ma popullorçe, mos me kultivu muzikë palidhje. Djalo e ket vogël. Këto kretë minal, se rinia, fëmit, po i marrin shumë nga zemrës. A është argument, falë se po heke si za se tash edhe umësova me reflektimin, a është argument kur ti, ose unë, ose kushdo, që dëgjon muzikë, edhe din me dëgju muzikë, argumenti vjen. Jo ky zbën muzikë mirë edhe ai tjetri i thot, po vesh këti këngë pishitën, pim rrin milionat. A është argumenti që po e dëgjon masa me nënkuptu që është muzikë kualitet? Por derisa po e ndëgjojnë këta. Ti e din që parja e don detin gjys. A keni këta? Parja dhe? Detin gjys. Parja dhe? E don mes. Pra nuk është matës. Pare, paguin, vin followers edhe kryet puna. Edhe ata dolin livdon me followersa indian, korean, kinez, qa për dijone. Unë i kom bio krejt, faleminderit. Vresh. Qata që i kom bio janë, jo zemrën krejtve. Ma mirë pak e të vërtet, se sa shumë. Këtu është një sen tjetër, unë nuk bëj muzik ose diçka për lajka. Ti ki po vetë, unë e i qes do kongë, do senën erë, kështu jëm disponim, jëm tjetër botë, qes diçka out që thënë. Ki po me valonin, shokun tonë, DJ, bam, bim, bim, silna, e marrë një shtage, silli e bëj. Unë e knaq në mësë pari, e me atë pozitivitetin tem i knaq e të tjertë. Dhe gjumi natën të zemë lehtë. Po, veç mlona pak, tak se ftaftë. E kam një pyetje që është të tjerët i thonë me spec, unë e s'kam qef me i thonë ashtu, sepse një pyetje e tillë kërkon shumë speca, apo? Hajva. Po pyetja është shumë e thjeshtë. Çka ka syni që lëton? Unë zakonisht kur shoh diçka bukur më lëton syni. Është përgjigje interesant, por nuk është e saktë. Okay. Vjen shumë keq. Është përgjigjja e saktë është për shkak se po qëron kef. Apo po, nuk ka shans domethënë nëse je në kuzhinë. Edhe je. Është ti tha syni, jo syt. Pa dim se syni. Si e tu qëru qështu. Kështu dja pas. Që në mujt me synin tjetër me pa tenxherën ashtu. Bukurin. Zhurma e barkut të ujit. Çfarë tempo ka? Të unë 120 BPM. Gati elektro. Double second. Interesant. Unë zakonisht është 80, 60 deri në 80 BPM, a dim se? Se nuk e la unë e gjokëthi me mbo Apo? Ditës. Që shem të najtë mërë. S'putëm shumë. Gjemil Gjini, je përballë publikut, je afër publikut, larg publikut, tash e sa vjet. Përshkruma një publik perfekt në një ndaj të rëndomt. Shumë shpejt më ka ndodhë. Tash me cik qyteta në sen, s'ka nevoj. Me një vend dole me performu me një shoktemin, edhe mi knaqë se ata si të ma epin mu atë pozitivitetin, edhe unë aty shkrina. Do me thonë një publik perfekt. Një publik është që perfekt kur lëvizi unë diçka, kur bëjt diçka unë me perkusione, kur luj, ata më përgjigjen. Me ato shikime, me gjeste, me trup, me të keshne, me trr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 
Bukur. Mos kam qenë prezant? Yes. Isha prezant. Është e vërtet. Po nështë edhe ti ke zbukuruar të ven aty. Ju jepsh energji njerëzve. Është e vërtet. Po s'po du me marrë kredita se nuk jam... Më falë që të gohë që e valtori mirë. Jo, nuk jena këtu me folë për mu, jena me folë për Gjemil Gjinin. Të rekom, Gjemila ka arë në herë në i kush me bo kërkes. Për shambull.
A më nësh me alut kongën e unikatilit në perkusion? A që shbi thuti kësaj? A se në kongë mësë, ta më nësh? A ka ardhë në Po kush? ka pas raste. Me këtë tambureka, Po, a mund është me bo një kongë, po? cilën kongë Ka ka ndodhë, ndodhë? nështë ta konga s'më kujtohet për besë, ja. Po ka qenë diçka që... Po ka ndodhë diçka kështu. Out. Çka duhet të bësh? Tash po dalim pak te pjesa personale, nëse mund ta quajmë private, dikush e quan edhe e din që zakonisht në intervista kanë qef me i në privatësi, ani pse ti nuk ja u qel derën. Gjithsesi, çka duhet të bësh që të jesh një baba i mirë? Jo, ja pak lekun. Ja. Jo, thënë edhe hundën. Që mos miliona ata tërë që ka dojnë me bo. Edhe normal, mi sugjeru senet bukra. Mi drejtu bukur. Mos mi oprish. Mos të harrojmë pjesën me që unë deti çdo verë. O, deti. Deti pa tjetër. Ku është deti është? Mbreti. Gjemil Gjini me familje. Oh yeah, thank you. Cili këngëtar ose këngëtare për ty në bazë të vokalit që e ka, ta merr mendja që e din tabelën e shumëzimit më së miri. Ja, se din. Me emëna? Pse jo? Në bazë të vokalit. Adelina Thoq. Ta E merr ka një sen shumë bukur, kënon pak si Infinit dhe qysh. E ka një gërvishje. Kur kënon nalt, e ka një gërvishje e ka dhonë natyra, zoti. Dhe quj që ata Infinit, diqka peprek. Nëse s'peprek Infinitin, po shkon ka gjanalt. shkon atje ku të tjerët nuk shkojnë. Yes. Ku ka shku Gjemil Gjini dikun që tjerët as nuk mund të afrohen? Në Istanbul. Çfarë dy neri? Madhe tash se e kam afër luksin me anis me kënu bashkë qashtu. E kam edhe dy pyetje se s'du me të marrë ma shumë kohë, se e di që të kam marrë shumë kohë, se e njëri në zonën, po, A mu me të kërku falje shtash a ma vonë? prisëm edhe pa. Okej. Çka i mungon, sipas teje, skenës së muzikës në Kosovë? Në Kosovë. Disa ka nis me arritat menaxhimin, do të thonë menaxhera me bo, edhe po dalin në skenë me performancë shumë të bukur, me dignitet. Mungon me qujt udhëhec, dikush që i udhëheq, menaxhere së mbrëmsi, edhe me bo senet bukra. Edhe mos me qit në rend parë, sa pare. Edhe ndaj shtetit, me bo pagesa tatimeve, më koni regjistrum, e lemo me pagu tatime, nuk diskutohet, për të mirën tonde. A din çka mendoj unë që i mungon skenës muzikës në Kosovë? Ismet Peja. Nixmije Pagarusha. Kom pas fatin, me të dy që i përmende deri tash, kom bo muzikë. Jem taku me ata. Asi nuk vinë mo. A ka qenë Nixmije Pagarusha aq legend? Qona pak për ta. Ka qenë shumë legjend. Në atë vokalin e vetë shumë të bukur, po edhe ka qenë zoj e rondë. Kush E nga thjesht, e bukur, e mirë. kush nga artistët e sotëm i afrohet, s'po themi te gishti i vogël i këmbës, as te qërapja. Po le të themi afër, diku një 10 metra afër. Më more fjallë Nixmije pigoje. Pagarushës. Më dojnë 8 metra, thash, nështë e afro dikush, pas. Problem, ja. Problem. Stil të veçantë ka pas. Zemra. Ka shku prej në ha. Sikur gjejsh. Une nështë i vlerësoj pak më ndryshe. Ajo, ka plot që i bëjnë shumë bukur. Po njeri ka qenë. Kur je njeri i bën këtë sanat, më thane. Pyetja e fundit.
Ismet Peja, unë edhe legjend falë, se s'mu ima në shkali. Të lutem. Ka pas atë zo karakteristike dhe atë zët një lëkin. Visar të përshëndes djallën e vetë. Kom jaran. Sa të presim edhe ty. Cili shkrimtar, shqiptar, Verorën kështë ka shku ko maru, po? nuk e di ason, po e rëndësishme është që po du me ditë si pas te, këndvështrimit tonë. Yes. Cili shkrimtar shqiptar mendon se do të ishte i mirë në perkusion? Nën A, Ismail Kadari. Nën B, Naim Frashi. Mos shko mane e Kadareja se ka për cilë karnavalës. Apo, se ke dëgju... O, falem, nëse jam shqiptari. Opcioni C. Pra, ishte A, Ismail Kadari. Kadarej? B, Sami Frashi, se më përzihet gjithë me vlloneve. Dhe nën C, Gjemil Gjini. Ha! Kadareja, se unë nuk kom për cilë karnavale, e ka për cilë në Franca në e këni. Po besoj. Përgjigja saktë është Gjemil Gjini. Si do që të jetë, me një falendërim të thellë nga podrumi i zemrës. Shumë faleminderit që ke gjetë kohë me ardhë. Me lëshk të zemrës. Edhe një mesazh për fund për të moshuarit. Për të moshuarit. Knaqëni. Mos bëni huje, Sepse sepse ta kthejnë shpinën. ju ka metë edhe pak. Qa ke dash me thonë për në fund? Diçka deshte. Deshte me të kërku falje, mas parit që kom marrë kështu si në verë, me shorce. Pamera. Të kërkoj falje. Hiç pamera. Shumë të kërkoj falje. Pamera. Kom dëgju. Ma ki bo ti, se kom ditë që, të din ti, O dash me qenë edhe unë pak ma i sa. Kom dëgju. kom menu që është nëzet këtu, për ato kom marrë me shorce. Kom Po dëgju. këtu ftoft, I ftoftë është, se kemi klimën shqyr. pyetje të serta. Po, më falë se... Kom dëgju që na ke pru diçka. Po, kom pru një dhurata, kom pru, po një dhurata kom pru, Shumë faleminderit. me një mesazh. Sa ma shumë me qelë rrugë, në bukra, po dijet. Edhe ato pislëqet mi hekë me një dhurat tjetër, mi gry. Ku i lakë, ku i lakë. Pa e po dhuratën pak problem është të vëzim se. Ej! Kjo është me qelë rrugë të bukura. Adin? Ish kujdes, tavolina është e shtrejtë. Pa më rakë. Shumë e bukur. Shumë e mëllqen. 2 dhurata! Edhe pastaj pislëqet me i gry. A unë të ashtë, lutem? Ordëroni? Sa e bukur. A mund të shërben kjo, të shërbej kjo edhe për diçka tjetër? Po, masash. Edhe, Kur do më relaksu pak. edhe ndoshta një papa nga larg. Për ata që bojnë muzikë të keqe. Se pas ka dhe kjo një farë lloj dore. Gjemil, faleminderit edhe një herë. që Ishte kënaqësi, faleminderit juve. Dhuratat janë fantastike. Ty të dëshiroj vetë suksese, edhe pse besoj që një njeri si ti i cili merret me muzikë tash 30 plus vjet, nuk ka nevojë për me thonë dikush suksese, po a din çfarë është më e keqja e kësaj? Hajde. Me pas hala më shumë sukses. E keqe, ja? Okej. Shumë faleminderit. Faleminderit ty, kënaqësi. Miq të dashur miq, faleminderit edhe ju që duruat deri në këto momente.